Me sa duket, Bashkimi Evropian në të ardhmen do të bëjë të mundur ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale në moshën 16 vjeç. Disa shtete europiane si Spanja, Greqia dhe Franca po bëjnë shumë presion në Bashkimin Evropian, pasi ata mendojnë që rrjetet sociale janë shumë të dëmshme për fëmijët nën 16 vjeç dhe për këtë arsye ata duan që të bëjnë një Ausweis, domethënë një dokument ku sipas këtij dokumenti verifikohet nëse ti je mbi 16 vjeç për të përdorur rrjetet sociale apo jo. Rrjetet sociale të cilat nuk do të lejohen parashikojnë që të jetë TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat apo edhe YouTube. Gjithashtu, me sa duket edhe Gjermania është dakord për këtë propozim, pasi edhe Gjermania mendon që rrjetet sociale janë shumë të dëmshme për fëmijët, pasi ajo krijon nervozizëm tek të rinj, gjithashtu edhe për trendet e reja të cilat kanë qenë shumë të rrezikshme dhe që fatkeqësisht përfundojnë në ngjarje fatale duke humbur edhe jetën. Gjithashtu, rrjetet sociale konsiderohen edhe shumë shqetësuese për psikologjinë e fëmijëve deri në 16 vjeç dhe për këtë arsye, me sa duket do të bëhet realitet shumë shpejt që fëmijët të mos të mund t'i përdorin me këto rrjete sociale.